A do me di kush lojtari që fejsiti e ka ftu në zyre, veç me dëshmu që nuk ka qicer. Ky është No Cries, fenomeni i ri i konterit, edhe hajde të shohim bashkë çka ka bu. No Cries është një talent i ri nga Amerika e Veriut, e u bë viral në fejset pasi brenda pak muajsh ka arrit me bu 409 ndeshje, edhe i ka ngrit elot e tij me një KD prej 1.51, edhe IDR 104, statistika që shpesh i shevesh te pro lojtarët. Po fama e tij ka ardhur bashkë me dyshime. Shumë prej tyre ka menuar që po përdor çitsa. Fejset ka reaguar me njerë. E ka ftu No Cries drejt Celine e tyre në New York, ku ai ka lut live në mbikëqyrjen e tyre me sistem anti-cheat të instaluar vetë nga fejsiti. Pas testimit u konfirmu gjithçka. Asnjë shenjë për cheating, multi-accounting apo win trading. Ai ka dalë legit. Sot, No Cries ka marrë ftesë zyrtare nga Faceit Pro League apo FPL që e din ketë. Ligën elitare ku luajnë lojtarë si Monesi, Robs, Zaivu e ketë dyet e botës. Disa nga performancat e tij në testet e para që i ka pas në FPL kanë qenë mahnitse. Pesh duke dalë top fragger edhe përballë lojtarë që kanë eksperiencë me shumë vite. No Cries po shihet si ylli i arshëm i Amerikës në kontakt. A mendoni se ky djalë ka me pas oferta për ekipe më ndoja edhe ka më mbris skinat më ndoja apo ka me pas një downfall? Komentoni poshtë, mos harroni me bë follow Urban FM, edhe mos harroni me bë subscribe në YouTube.